Është kthyer në një përgjigje kundër përgjigje mediatike çështja e vendosjes së bustit të Imzot Theofanolit në ambientet e Kishës Ortodokse e Durrësit. Fillimisht sot ka reaguar kjo e fundit pas kritikave të një dite më parë nga shoqata Foleja Kombëtare Shqiptare, ku akuzua për mos lejimin e vendosjes së bustit të Nolit në ambientet e saj. Sipas Spiro Kostolit, nuk ka patur mosdakordsi për vendosjen e bustit dhe problemet nuk zgjidhen me ultimatum. Kemi qenë dhe jemi dakord që busti i Imzot Theofanolit të vendoset në Durrës. Theksojmë se ishte organizata Foleja Kombëtare Shqiptare që ndërpreu bisedimet me Kishën Apostull Pavli dhe Shenastit të Durrësit për arsyet që ata i dinë dhe për asnjë moment për shkakun ton. Sigurisht këto çështje nuk zgjidhen me pamflete dhe as ultimatume, por duke dialoguar me të gjitha palët. Mënyra se si u veprua ditën e djeshme nuk e nderon veprën e tij të jashtëzakonshme për vendin dhe për Kishën, por e ul dhe e fyen atë. Ne dëshirojmë që busti i Imzot Theofanolit të jetë në Durrës sepse aty i takon të jetë. Për të realizuar këtë, ne do të kërkojmë edhe bashkëpunimin autoriteteve lokale vendore të qytetit. I menjëshëm ka qenë reagimi i Foles Kombëtare, e cila e ka cilësuar hipokrizit deklaratën e sotme të Kishës Ortodokse në Durrës, e cila thotë se është dakord që busti i Imzot Theofanolit të vendoset në Durrës. Nëse priftërinjt mendojnë se janë krye bashkiak, ky është problemi i tyre, thuhet në deklaratë. Kërkesa e dorëzuar që në datën 18 qershor kërkon që busti të vendoset në Kishën Ortodokse të Durrësit, ku hirësi i Theofanoli ishte mitropolit dhe jo diku në Durrës. Foleja Kombëtare vion më tej deklaratën se nuk ka bërë as pamflete e as ultimatume. Kërkesa është dorëzuar që në datën 18 qershor. Nëse ata duan të japin përgjigje pozitive që busti të vendoset në obor të Kishës, ne marrim përsipër që të financojmë dhe ndërtojmë një bust edhe më të madh për mitropolit Theofanin. Jemi në pritje, thon përfaqësuesit e shoqatës Foleja Kombëtare. Nëse Kisha Ortodokse e Durrësit do ta pranojë dhuratën tonë, vendosjen e një bustit të mitropolitit Theofanoli në oborin e Kishës Ortodokse në Durrës, apo e refuzon sërish kërkesën që ne i kemi dërguar zyrtarisht.